Ne ta fillojmë së bashku këtë udhëtim të mrekullueshëm ndaj shëndetit mendor edhe qetësisë brendshme. Sot do të flasim për traumat. Do të flasim për mënyrën si të lirohena prej mendimeve që vijnë nga traumat, të cilat sigurisht mund të jenë kohën e fëmijërisë, mund të jenë kohën e rinisë, pavarësisht mund të jetë para disa kohëve, nuk ka rëndësi, por si të lirohena dhe të jetojmë të qetë pa atë peshën e madhe që zakonisht na shoqëron mas traumave. Përshëndetje dhe mirë se vini në Time to Shine, mirë se vini në puntatën e radhës, po mendoj që është puntata e 9, u bën 9 javë që ne punojmë intensivisht për këtë emision. Jam shumë e lumtur për secilin që ka mundësi me marrë vlerë nga ky emision, patjetër, edhe për veten sepse shoh një feedback pozitiv, edhe shoh një pjesëmarrje të madhe dhe në rritje çdo ditë më shumë, qoftë të shikueshmërisë, fakti që i shihni video deri në fund, do në durim edhe do në përqëndrim dhe do në vëmendje dhe shoh që ju e keni, sepse këto nuk janë video kërcimesh, nuk janë video me natyra si që ne shohim rëndom rrjetet sociale, janë video ma serioze, të një natyre shumë ma që do në ma përqëndrim, është natyrë profesionale, gjithsesi edhe unë e vërtet e vlerësoj kohën e secilit që i çon video deri në fund dhe shikon deri në fund çfarë unë kam thënë dhe interesin që keni. Me të vërtet jam shumë e gëzuar për ata që nuk më njohin ose që është hera parë që vini në kanal, në Erisa Bojari, mirë se vini dhe mirë se qëndroni. Unë jam, si që thash, Erisa Bojari, jam psikologe klinike dhe psikologe zhvillimit personal me gati 10 vite eksperiencë në këto dy elemente të fushës. Kohëve të fundit e përqendruar shumë në zhvillimin personal dhe në teknikat dhe në format se si ne mund të rritemi çdo ditë më shumë. Është një studim i vazhdueshëm që mund ta bëj, sigurisht secili besoj profesionist mund ta bëj, por është një qasje e re dhe shumë e fuqishme e psikologjisë, cilën në së fundmi e aplikoj dhe është duke pas shumë sukses. Mirë se vini në këtë puntat dhe mirë se vini në Time to Shine. Mos harroni, nëse nuk jeni pjesë e këtij kanali, të bëni abonim, të bëni subscribe dhe ndosni zilën në mënyrë që të vini njoftimet për videot e reja që ne lançojmë aktualisht çdo javë, por edhe më shpesh. Si të lirohena nga mendimet që vijnë nga traumat, do gjejmë disa strategji të dobishme në këtë video. Para një javë më erdhi ky koment se si të lirohena nga mendimet që vijnë nga traumat dhe ja ku jemi duke e bë temë të plotë këtë. Shpresoj të arrij me majt minutazhin dhe të jem sa do pak e saktë në këtë pjesë, sepse realisht është një temë shumë e gjatë, është një temë jo fort e lehtë, por do kërkoj të jem koncize dhe do kërkoj të jem sa më e thjeshtë në shpjegimin e gjërave dhe duke pas parasysh se çfarë secili mund të bëjë vetë, si thoshin kush e shpihet në lidhje me këtë gjë, do kërkoj që ti parashtroj të gjitha. Okej. Na pas shpeshherë po mendoj secili nga ne në forma ndryshme, në momente ndryshme, ka pas mendime që ju kanë pushtuar, mendimet që e kanë pas zanafillën në përvojat e hidhura të kalume. Sigurisht këto kena të bëjnë me traumat, të cilat masa me na normalisht kanë nga gjuar mjetën e tonë, edhe normal që na i japin vazhdimisht, na i prodhojnë janë si një karburant që vazhdimisht nxit ose është aty për me furnizu mendime negative dhe mendime që nuk shkojnë. E dim se trauma mund të ndikojnë thellësisht edhe mënyrën si mendojmë, edhe mënyrën si ndjejmë, si veprojmë jetën tonë përditshme, prandaj është diçka shumë imediate për të trajtuar dhe për mos çliru nga tonë ky lloj ciklit në fakt që trauma krijon dhe si na mund të rifitojmë kontrollin e mendjes dhe emocionet tona, edhe kjo është lajm i mirë që ne mund t'ia dalim. Pse trauma ndikon në mendimet tona dhe si krijon realisht bllokime psikologjike? Trauma shpesh ose gjithmonë prek mënyrën se si truni e përpunon informacionin, si ruan kujtimet, si rrjedhimisht edhe i shfaq këto, pra në pjesën e vizive të dukshme. Kur na përjetojmë ngjarje traumatike, pjesa e trunit që është përgjegjëse për emocionet dhe frikën, aktivizohet më shumë se zakonisht. Praktikisht shpeshherë është në gjendje alerti dhe kjo bën që mendimet negative të përsëriten në mënyrë të pavetëdijshme, të pavullnetshme gjithashtu, duke krijuar një ndjenjë të vazhdueshme ankthi, frike, faj, pasigurie. Një tjetër gjë pse trauma i ndikon mendimet tona dhe krijon shpesh bllokime psikologjike është për faktin se ka një tjetër faktor kyç, që është hipokampusi, i cili është përgjegjës për rujtjen e kujtimeve. Unë kam bagati materialin paraparkisht në mënyrë që të jem shumë koncize të them tona se përndryshe.
Tash, nëse hipokampusi është përgjegjës për ruajtjen e kujtimeve. Në momentin që ajo është mirë ngarku nga trauma dhe nga situata që ka përjetuar, mundet mos më përpunon siç duhet atë ngjarje, duhet bëhet që të rishfaqet vazhdimisht në mendjen tonë, si një ndjenjë e pashmangshme ose e pazgjidhshme, dhe që nuk ka shpresë praktikisht me ikë ndonjëherë. Linë pyetja mirë tonë ata, po si me e trajtu dhe që me bëha që me u liru nga kjo gjë? Do t'ju shpjegoj disa gjëra shkurtimisht, do t'ju shpjegoj strategjitë efektive se si mund të lironi, ju vetë si mund ta lironi veten, por edhe në format ose çaste terapeutike të cilat mund t'ju ndihmojnë, kështu mund t'ia propozoni edhe terapistit të juaj, nëse jeni duke punuar me një terapist në lidhje me këtë gjë. Si me trajtu këtë situatë? E para duhet të kuptoj se mendimet traumatike janë gjithmonë një reagim natyral i trunit ndaj përvojave të dhimbshme që kanë kaluar. Okej, është diçka që ripërsëritet. Është mirë që na ta kuptojmë këtë gjë. Është thjesht kështu, ndodh kështu. Është e rëndësishme gjithashtu në të njëjtën kohë, në momente të ndryshme, pra në të njëjtën kohë që punojmë me veten, por në momente të ndryshme, të praktikoni vetëdijen, të kërkoni të jeni sa më të vetëdijshëm, për me mujt me vëzhgu mendimet tuaja pa i kategorizu ato. Është e rëndësishme t'i vëzhgoni, si po shkojnë, ka po e marrin drejtimin. Quhet në formë tjetër mindfulness, tamam e pjesa e qëndrumit vetëdijshëm, por mos e mindfulness sikurse përfshin edhe disa detaje të tjera më gjana. Gjithsesi, tjetra është bani një hap mbrapa dhe analizoni, bani një lloj formë racionalizimi të situatës, nëse tash këto mendimet a janë bazuar në realitet apo thjesht janë emocione, metje emocionale biles nga e kalumja. Okej. Cilat mund të jenë disa strategji efektive për me çliru veten nga mendimet që rrjedhin nga traumat. Unë kisha më këshilluar realisht të marrni shënime, sepse mendoj që kanë më vlerë. Ndoshta në një moment të caktuar, nivoi kur shkruani një gjë në bloqe ose në fletore, varësisht vini kohë që i hapni duke reflektuar, duke patur, duke sistemuar gjatë rrafit librave, i hapni dhe ju dalin para, sikur merrni disa përgjigje. Që të gjithmonë ju këshilloj të shënoni, sidomos tash që do të themi disa strategji është mirë të shënoni se mendja edhe nuk ju marr me përmendsh me njëherë. Okej. Kur një mendim traumatizues shfaqet, është e rëndësishme, shumë e rëndësishme të mos e shtypim, të mos i ikum, të mos e luftojmë, të mos i shmangemi nga si formë. Por ta pranojmë që do në forcë, edhe zakonisht në këtë rast lutja në ndihmon shumë për me pas këtë forcë. Dhe kërkojmë ta menaxhojmë në mënyrë të shëndetshme. Disa teknika të dobishme për me menaxhu janë teknika të gëzimit, grounding, quhet pak a shumë anglisht. Kur njeni të ngarkuar nga një mendim, përqendroheni në diçka konkrete në mjedisin e juaj. Varësisht, laptopi për shembull, frymëmarrja juaj, tash laptopi jo se jo i hapur, i mbyllur, se për ndryshe eksplorojnë botën e pafundit të internetit, në fund nuk merreni me veten. Fokusoheni në diçka konkrete, frymëmarrja juaj, një objekt fizik, tinguj të rreth jush, më përfori shumë për shembull zogjt, kur kënojnë edhe kanë atë zonë në shkëlqyshët. Fokusoheni aty, edhe keni me kërku, me kuptu se si avash po të gëzoheni, po shkarkoni në farë mënyre, po e shpjegoj kështu, energjinë e tepër dhe jo të mirë që vjen nga mendimet që kanë bazën në traumë. Tjetra, ristrukturoni mendimet, ristrukturimi i mendimeve ka të bëjë me sfidimin e mendimit negativ. Do ta sfidosh drejt për drejt mendimin negativ, do e pyet vetin, mirë po, a është kjo e vërtetë apo është thjesht një perceptim tashmë i krijuar nga frika jeme. Shpeshherë kur një lloj elementi kaq i vogël nga këto situata traumatike, kur një element kaq i vogël na përsëritet në jetë, ne jena vazhdimisht alert njëtë si kur kena kënë situatën e traumës. Okej, dhe në këtë moment është të rëndësishme për mirë, po është kjo vërtet, apo tashmë është veç një perceptim i jemi. Që në fakt është i krijuar nga frika, për faktin se nëse kjo situata përsëritet është një element, nuk e di, unë e kam përjetuar para 2 viteve një gjatë të tillë, edhe jam në fazat e fundit të shërimit pikërisht nga ajo traumë. Edhe çfarë ndihmon shumë është, a është kjo sa ka vërtet? A është ndodh tamam sikur ka ndodhur? Jo. Atëherë çfarë është? Është një realitet, është një formë realiteti
i krijuar, i perceptuar dhe i paraqitur nga frika jeme për shkak se ka qenë kjo situata tjetër përpara. Okej? Në këtë mënyrë bëni një racionalizim dhe trupi dhe truni fillojnë të reagojnë në formën tjetër, në forma të çnejshme. Shkruani mendimet, një tjetër teknikë. Një tjetër strategji. Marrni një ditar dhe shkruani mendimet e vështira. Kjo ndihmon shumë për mi largu ato nga mendja dhe për mi pa më objektivisht, sepse në momentin që ti shkruan, ti ke përpara dhe i lexon dhe ti del nga ajo pjesa emocionale në cilën ishe i përfshim dhe i shikon nga jashta. Në momentin që i shikon nga jashta, jo vetëm që racionalizon, jo vetëm që vedisohesh, është e pjesa mindfulness, siç e thash, jo vetëm që keni teknikën e tokëzimit pak më të zhvilluar, i ke praktikisht të tona të përfshime këtë, sepse ti je shumë më shumë objektiv dhe kupton se kjo nuk është më diçka e cila ja vlen mu përjetu më në atë nivel sikur se ka qenë. Cilat janë disa teknika ose disa, si thosh, terapi, pak a shumë shkurtimisht këtu sepse këta janë pjesë të profesionistëve, por cilat janë disa teknika ose terapi provume nga psikolog që janë të mira për më menaxhu ankthi dhe kujtimet e dhimbshme. Shpesh shumë psikologë dhe terapistë në fakt rekomandojnë disa mënyra dhe metoda të fuqishme për me menaxhu mendimet që vijnë nga traumat. Një është terapia e ekspozimit, që përfshin përballjen graduale me kujtime traumatike në mënyrë të sigurt, edhe në mënyrë që ato të humbasin fuqinë e tyre emocionale, por sigurisht kjo bëhet ideale është të bëhet e shoqëruar me terapistin e juaj. Mund ta bëni edhe vetëm, por besoj që shumë më shumë efektive është nëse bani me terapistin e juaj. Terapisti din se si t'ju përballin gradualisht, si t'ju ekspozojnë gradualisht me mendimet e traumës dhe pak a shumë me kujtime dhe me situatën, jo vetëm pak a shumë plotësisht, por them pak a shumë sepse gjë nuk është më, është diçka e çhumes. Dhe terapisti din edhe se si këtë gjë tonë, këtë situatë tonë, këtë ekspozim pastaj ta rikthej në forcë dhe në atë si thosh rrugën kryesore më të rëndësishme për mjë të shliru ju totalisht nga kjo peshë madhe që vjen nga trauma. Një tjetër teknika është teknika e frymëmarrjes thellë, kur një praktikoni frymëmarrjen diafragmatike, është shumë e rëndësishme, e cila ju ndihmon drejt për drejt me qetësu sistemin nervor. Është edhe një tjetër lloj terapie me DRE-ja, e cila është një metodë specifike pak më shumë e njohur për trajtimin e traumave, edhe që e ndihmon trunin me i ripërpunu kujtimet e dhimbshme, por kanë nevojë për terapist, nuk bëhen vetëm. Sidomos është mirë të jenë terapist të specializuar, sidomos në përpunimin e traumave, është gjë shumë e mirë. Mbrapa është një teknikë tjetër, siç e thash, meditimi dhe vedia, mindfulness, që ndihmojnë me reduku stresin, ndihmojnë me kriju një distancë mes jush edhe mendimeve të juaja, të cilat janë, si thosh, në këtë moment edhe shkatërruese për faktin se nuk janë të lehta dhe për faktin se kanë peshë goxha. Do pi pak ujë se si duket kam folë shumë shpejt edhe shumë me intensitet, por okay. Është një temë shumë e gjatë dhe thjesht po kërkoj të jem pak më koncize sepse përndryshe do na duhen orë që ta trajtojmë edhe ta shpjegojmë. Okay. Cilat janë disa praktika të thjeshta që mund t'i aplikoni çdo ditë për me përforcu mirëqenien tuaj mendore. Kjo është për me rrit më shumë të cilësinë e jetës në mënyrë të përgjithshme, ju më marr drejt për drejt me traumën, por po ju shpjegoj edhe diçka tjetër në fund, qëndroni deri në fund videos, sepse do t'ju shpjegoj një teknikë tjetër që nuk e thash deri tash, për cilën unë tashmë jam duke kriju përfundimisht, po mendoj edhe me kualifikimin përkatës, është një metodë cilën unë e përdor shumë super shumë në terapitë që bëj me klientët, sepse praktikisht funksionon dhe do t'ju them më një herë mas, se deri tash nuk e thash, e kam lënë për fund, është një metodë yll, që ka me funksionu, sidomos në momentet kur kena gjendjen alarmit, gjendjen alert të mezën të mënyrave që kanë bajnë, ose që kanë si thosh zënafillen në traumat e shkumes, pavarësisht kohës.
Por përpara, për me një shpjegu disa praktikat thjeshta që ju ndërtojnë, që ju ndihmojnë me ndërtu një mendje më të fortë, me një më të lirë nga ndikimi i tërmëve dhe jo vetëm. Filloni ditën me një afirmim pozitiv. Është diçka shumë e thjeshtë, na kanë thënë shumë herë edhe unë e kam thënë në trajnimin themelet e vetëbesimit, por jo vetëm në ligje të ndryshme. Me fillu ditën me një afirmim pozitiv është një gjë e mrekullueshme, mund ta fillosh me një lutje, mund ta fillosh me një fjali e cila quhet afirmacion, afirmim pozitiv, që e cila mund të jetë kështu për shembull, nëse doni specifikisht në rastin e ndikimit të traumave, kena të bëjmë me një fjali, me një model të tillë i cili është: unë kam fuqinë të kontrolloj mendimet e mia. Mundet kjo lloj fjalëje me ju ndihmu me ndryshu mënyrën se si mendoni. Unë kam fuqinë të kontrolloj mendimet e mia. Tjetra, është e rëndësishme të bani ushtrime fizike. Aktiviteti fizik është një mrekulli, liron endorfinat, të cilat ndihmojnë mbrapa uljen e stresit edhe të anxhit. Kështu që është mirë që të bëni çdo ditë aktivitet fizik. Do ishte idealja. Përcaktoni ju kohën, përcaktoni ju formën e aktivitetit fizik, çfarë është të përshtatshme, nëse keni një trajner fitnessi që merreni me ta, që punoni jo në lidhje me këtë detaj, unë jam ekspert e kësaj, por është e rëndësishme të bëni ushtrime fizike. Krijoni një rutinë të qëndrueshme gjumit. Mungesa e gjumit është një shkatrim për trunin. Traumat mundën me ndiku në gjumë shumë gjithashtu. Një orar i rregullt tamam. Një orar i rregullt dhe teknikat e relaksimit para gjumit mundën me ju ndihmu jashtëzakonisht. Ka pafund teknika, pafund forma se si mund ta rregulloni rutinën e gjumit. Po ashtu, tjetër krijoni edhe kërkoni vazhdimisht mbështetje. Mos hezitoni me fol me një mik, mos hezitoni me fol që është i besueshëm, por sidomos mos hezitoni me fol me një terapist për me nda përvojat e juaja. Nuk është e mujton që shumë gjëna të tilla siç janë traumat për shembull dhe nuk janë të lehta, ti kaloj vetëm dhe nuk është mirë, mund të jetë e mujton, por mund të konsumoni aq shumë sa mbrapa sa është e mujton. Që është mirë që të jeni të vëmendshëm dhe të kujdeseni për veten duke kërkuar mbështetje. Nuk është turp, e kam thënë 100 herë, vazhdoj ta them dhe nuk do lodhem. Sepse për me dash me jetu ma qetë edhe ma të lirë nga mendimet, nga situatat të ndryshme, por sidomos nga mendimet që vijnë nga traumat, është e rëndësishme me kërkuar mbështetje, është e rëndësishme me praktiku këtë strategji që ju thash. Duhet më kujtu se shërimi nga traumat, nga pasojat ose nga stresi, mi thonë stres post-traumatik, sepse ajo është diçka më e fortë ndoshta se stres, por është post-traumatik, kërkon kohë, është një proces shërimi, nuk bëhet me një herë. Mos kërkoni edhe nga terapisti që të bëhet me një seancë, me 2, me 3, varësisht në fakt edhe niveli i traumës dhe nga dishmëria juaj edhe për të bashkëpunuar dhe për të përpunuar tonë informacionet e teknikat, por zakonisht nuk bëhet me një herë, është diçka që kërkon kohë, është diçka që kërkon realisht punë, se traumat zakonisht nuk janë të lehta. Çfarë mund të bëjmë edhe një teknikë tjetër dhe jam afër për me përmbyll. Një teknikë tjetër mund të jetë, për shembull, siç unë zakonisht e përdori thuajse gjithmonë në fakt në terapitë e mia, varësisht situatës, varësisht çfarë ja duke trajtuar, por funksionon në thuajse 100% të rasteve edhe të problematikave të ndryshme. Është tapping, është teknika e cila funksionon me prekjen lehtë të pikave të ndryshme meridiane në trup, janë të pika që unë po preku në këtë moment, sa për m'ju ilustru pak a shumë, edhe janë 9 pika kryesore, ka shumë pika meridiane në trup ku energjia edhe bllokohet. Zakonisht energjia traumës, kujtimi që mbetet është diçka e cila lidhet shumë, si thosh, mblidhet nëpër pika të ndryshme, dhe tapping funksionon drejt për drejt duke bërë çlirimin e saj. Në momentin që këtu kena të mbledhur shumë energji që vjen nga kujtimi i traumës, nga ajo ndjenja jo pozitive tjetër, momentin që kena të mbledhur këtu dhe ne i bim në goditje të lehta 7 deri 9 herë, por varësisht edhe seancës së tapping që bëhet, ne mundsojmë çlirimin total
të energjisë, jena duke e liru, duke e lanë me shku, dhe këtë formë ne bëjmë një zhbllokim të një sasie të caktuar të energjisë në këtë pikë. Pastaj nëse shkojmë edhe këtu, kena një tjetër sasi, edhe në dy anë e me radhë. Por është e rëndësishme edhe në pikat e tjera, por është e rëndësishme ta bëni. Unë po mendoj që ndoshta gjatë kësaj jave, kështu që prandaj them bëni subscribe dhe shtypni zilin, ndoshta gjatë kësaj jave do të bëj një video tjetër specifike për traumat në lidhje dhe do ta vendosi këtu në YouTube që ta keni me njëherë mas kësaj puntate, që ta keni si një pikë udhëzimi ose si një zgjidhje më njëhershme momentin ku po përjetoni atë pasojën e traumës, atë stresin post-traumatik, i cili vazhdimisht mos në momentet caktuara na shoqëron. Momentin që po e përjetoni, mundeni me u kthy me njëherë te videoja që unë do të vendos gjatë kësaj jave dhe do të bëj këtë teknikën taping, të cilën do ta demonstroj plotësisht, do keni mundësi thjesht ta shihni dhe thjesht ta përsërisni, thjesht ta bëni sikur bëj unë, do jetë shumë pak minuta, në mënyrë që të keni mundësinë me përdorë si një mjet pune që ju ndihmon me njëherë me u liru nga situata tensionuese që mund të jeni duke përjetuar, që është thjesht vetëm brenda jush, por është patjetër stres post-traumatik, nuk është diçka fort e lehtë, është diçka që don patjetër një formë ndërhyrje. Dhe taping është një formë e mirë, cilë do ta bëj këtë video gjatë javës, do ta vendosi këtu në kanal dhe do ta keni çdo herë që do t'ju duhet. Keni parasysh, nëse ne nuk i bëjmë gjanat nuk bëhen. Kështu që edhe bëheni një pjesë e kanalit, por edhe shikojeni vazhdimisht nëse momentet ndryshme që e përjetoni sot ne kena internet gjithë në çdo kohë, atëherë momentet që përjetoni një moment ndryshëm, një mendim, një kujtim, një ndjenjë jo aq pozitive që vjen nga trauma, që është aktualisht stresi post-traumatik, shkojeni dhe shikojeni videon dhe bëjeni teknikën. Mund të duket shaka, mund të duket diçka jo shumë e rëndësishme etj, por është e rëndësishme sepse çliron energji që mblidhe. Çliron energji, ne nuk e shohim energjinë që largohet, por e dim që është këtu dhe e dim që kjo formë çliron sepse është fizike. Këto situata që ne përjetojmë materializohen trupin tonë. Dhe duke u materializuar trupin tonë, ne do me formë materiale fizike duhet ta ndihmojmë gjithashtu përveç pjesës e terapisë, pastaj terapisë fjalës e tjetër që është në psikologji. Kam fol shumë shpejt, por kam përmbledh shumë informacion. Shoh nëse mund ta ndaloj këtë video, t'i ndaloj speedin, sepse kam fut pestin, por gjithsesi. Jam e lumtur dhe e kënaqur sepse kam fut shumë material këtu dhe mundeni me përdor. Mund ta ndaloni videon, ta shkruani, ta marrni shënim, ta përpunoni, është krejt sepse di që kam folur shpejt, por u përpoqa në mbledh në 20 pak minutave të gjithë informacionin që kisha bërë gati. Gjatë javës do kena edhe video në taping, që është me të vërtetë shumë e rëndësishme. Mos harroni të ndiqni në Instagram dhe në Facebook, tash edhe në TikTok, ta shohim si do vazhdoj me TikTokun. Larisa Bujari dhe Gef Psikologist, sepse jena duke vu gjona shumë të bukura dhe jena duke punu vazhdimisht shumë fort në lidhje me shëndetin mendor. Është tepër e rëndësishme. Unë shoh aktualisht grupin që ka fillu modulin e parë të themelit e vetëbesimit dhe kanë fillu me u aktivizu dhe kanë fillu me pas një ndryshim edhe një gjë, personalisht është një eksperiencë shumë e bukur, por shoh edhe te grupi që është një ndjenjë, është një energji shumë e mirë, është një eksperiencë unike e re, e cila është e para kësaj natyre në fushën e psikologjisë në Shqipëri dhe me sigurt në tanë botën shqiptare në tanë botën. Kështu që nëse ju nuk keni bërë pjesë e modulit parë të themelit e vetëbesimit, na shkruani. Realisht moduli i parë tashmë ka filluar dhe nuk mund fusim persona të tjerë, por na shkruani në mënyrë sepse do të bëjmë gati. Jemi duke u bërë gati për grupin e dytë. Kanë filluar regjistrimet për grupin e dytë. Dhe mund të na shënoni, domethënë na shkruani ose bëni aplikim në getalbania.com ose të na shkruani në Instagram, në Facebook Larisa Bujari dhe Psikologist, në mënyrë që t'ju marrim shënim të një listë pritjes për të qenë pjesë
e grupit të dytë që do bëhet shumë shpejt. Ju përqafoj shumë, ju falenderoj për kohën e juaj, jam vërtet mirënjohëse. Mos harroni të më thoni eksperiencat e juaja që dëshironi me bashkëndahen në komente, më thoni nëse ishte i vlefshëm kjo informacion për ju dhe ta bëni share këtë video në mënyrë me personat, sidomos që ju e dini që kanë nevojë, në mënyrë që t'ia lehtësojmë sadopak jetën dhe kjo do ishte një mision edhe një qëllim i arritur mrekullueshëm. Ju falenderoj shumë, ju përqafoj dhe ju uroj një javë të mrekullueshme në vazhdim.